Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi nel vostro Parlamento di idolatri pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda. Ma non ne pagate. Dëgjova sot me vëmendje debatin në parlament lidhur me varfërinë veçanërisht edhe lidhur me ikjen në Kukës edhe në përgjithësi ikjen e shqiptarëve. Cila ishte ndjesia e parë që pata? Ndjesia e parë ishte një qeshje, sepse duke dëgjuar ato grindje, ideja e parë që të vjen është të pasurit që grinden për të varfërit. Pse them këtë? Them sepse tashmë ne i njohim aktorët që i shohim në teatr prej kohësh, janë aktorë që ju dim edhe pasurit, bile, ju dim edhe biznesit që kanë, dhe duket shumë qesharake kur grinden për ndihma sociale për 2.000 apo 5.000 lek të reja për familje. Është një lojë që shumë shqiptarë besoj se i bën për të qeshur. E dyta që bie në sy është paaftësia e tyre për dialog. Pra, kryesisht më shumë se sa biseda, dialog lidhur me këto hallet shqiptarëve, i shikon të bëjnë akuza kundër akuza ndaj njëri tjetrit, të braktisin sallën kur flet njëri dhe tjetri është në karrike, dhe gjitha kjo i shtohet këtij teatri ku në një farë mënyrë ke ndjesinë e një parlamenti që ka humbur legitimitetin. Aq më tepër kur ke parasysh edhe jo vetëm këta të pasur, pra janë të gjithë të pasur, nuk mendon se dikush prej tyre mund të jetë përfaqësues i atyre njerëzve për të cilët qajnë hallet. Absolutisht jo. Dhe kjo besoj se përforcohet edhe kur vjen puna tek ajo që duhet bëjë vërtet një parlament. Një parlament duhet të thellohet, duhet të kërkojë të gjejë zgjidhje, kërkojë të gjejë dhe përgjegjësi. Është e vërtetë se sot ka një gjendje katastrofike, një gjendje varfërie, por kjo gjendje varfërie dhe katastrofike nuk mundet kursesi t'i vishet njërës palë ose palës tjetër. Po të dëgjosh palën e Partisë Demokratike, duket se gjitha kjo ndodhi për shkak të politikave të rilindjes athuase përpara, gjendja ishte e mrekullueshme. Ndërkohë që është vështirë, besoj, çdo shqiptar normal, se për një kohë kaq të shpejtë edhe sikur të donte qeveria t'i varfëronte njerëzit brenda 2 vjetësh, nuk mund edhe s'kishte pse t'i varfëronte. Varfëria është një rezultat i politikave të gabuara, një rrugë të gabuar që ka nisur prej kohësh. Dhe në këtë aspekt them se të dy palët kanë përgjegjësitë e tyre, të dy palët duhet të dialogojnë. Në vend që ndodh kjo, në vend që të fitojë zëri i arsyes, fiton zëri i hedhjes së fajit tek tjetri, dhe tek e fundit kemi ndjesinë e një zhurme që bëhet për të manipuluar njerëzit, për të manipuluar elektoratin e tyre, ndërkohë që vendi ngelet pas zgjidhje. Mendimi im ka qenë dhe mbetet se parlamentarët duhet jenë njerëz që paguhen nga populli. Ata pasanik që kemi në parlament, ata nuk paguhen nga populli, ata kanë shfrytzuar parlamentin dhe pushtetin për t'u pasuruar, prandaj ata nuk mund të qajnë hallet e këtij populli. Ka ardhur koha që të kërkohen zgjidhje të tjera jashtë këtij bipartitizmi i cili ka degeneruar në një luftë bandash. Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi nel vostro Parlamento di idolatri pronti a tutto per ricevere